Mirëmëngjes për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do flasim për një projekt shumë të bukur, krijimin e radios më të re në Shkodër. Dhe çfarë ka të veçantë kjo radio është se është krijuar nga klasa e 5 në shkollët dëshmorët e Prishtinës. Sot kam të ftuar për të folur për të Zysh Nirvanën. Mirëmëngjes i dashur. Mirëmëngjesi. Dhe bukuroshen ton që ka zbukuruar sot emisionin Gjorgja. Mirëmëngjesi, faleminderit. Faleminderit ty që je pjesë e emisionit dhe na ke sjell kaq shumë ëmbëlsi. Shumë faleminderit. Zysha, dua ta nis nga ti dhe të pyes si erdhi ideja e krijimit të një radioje. Ideja e projektit në të vërtetë erdhi si fillim nga unë. Mirë po doja që ta zgjidhnin vetë nxënësit temën e projektit, jo t'ja thoja unë të gatshme. Kështu që vendosa me bë një vizitë Radio Shkodra, edhe atje taku me gazetaren Merita Sokoli, e cila na priti e përshëndesim shumë. Kemi shumë të mirë. Patjetër. Na priti kaq ngrohtë edhe fëmijët u kënaqën me studion, me mënyrën se si bëheshin emisionet, edhe thonë pse jo, a mund bëjmë edhe na një radio për shkollën? Sa bukur, Gjorgja, mund na tregosh ti nga emocionet e para që përjetove në radio? Në fillim, kur bëm emisionin e parë, kishim shumë emocione, por pastaj tu mësu më shumë emisione. Zani jonë filloi të rrit dhe ne mësuam më shumë duke tregu informacione, lajme nga jeta jonë shkollore dhe jena kënaqur shumë. Sa herë që mësuesja na thot, hajdeni për prova, ne zi presim. Jeni gati të shkonin për prova. Po nga radioja e vërtet, kur ju shkuat tek Radio Shkodra, si përjetove emocionet? Në fillim, Merita Sokoli na tregoi shumë për karrierën e saj si gazetare dhe ton klasa jema tha që ishte një diçka shumë e bukur. Po, një ide shumë e bukur që edhe ne pse jemi fëmijë, kemi zë dhe mundena mi shpreh tonë mendimin që kena dhe kena hap një radio. Mendon që do t'ju rris vetbesimin tuaj, sepse tashmë zëri juaj do të dëgjohet nga një radio. Zysha, si lindi më pas, si erdhi krijimi i kësaj radioje? Pasi këto të ndoshta dhanë okejn për mendimin që janë gati të bëjnë një radio, ishe ti ajo që i ndihmove dhe i supportove në çdo moment. Po sa fillim bë me një pyetësor me Mentimeter online, se nuk dosha mund iku për njëri tjetri që po e bëjmë ose jo s'po e bëjmë, me kanë bërë për shtëpijet pyetësorin. Sa bukur, edhe më mirë. Edhe pyetja parë ishte ç'a do doni që të kishim projekt këtë vit. Dhe i dhash disa sugjerime, por që cilat ishin, mund ta dim? Sugjerimet ishin për mjedisin, një revistë për klasën, një teatr apo një radio. Emisione radiofonike dhe mi 10 nxënës, 11 mos gabojmë, kanë votuar për emisionin radiofonik. Kështu që nga 19 gjysej, po. 11 për emisionin radiofonik. Atëherë bëna pyetje se si do t'i doshin emisionet. Shumica votuan në humor, lajme nga jeta shkollore, intervista me njerëz të ndryshëm, pjesë me role. Edhe jena mundu që në çdo emision me fut secilën prej këtyre rubrikave. Dhe si funksionon krijimi i një emisioni? Mund na tregosh ti, Gjorgja? Ju zgjidhni dikon që ta ftoni në radhë. Jemi ndan grupe. Po. 6 grupe për secilin muaj prej tetorit deri në mars. Dhe janari është muaji i librit ku tregojmë Tetori. Po, tetori është muaji i librit. Tetori muaji i librit që kemi bë poezi, informacione për librin dhe kemi dhënë një mesazh që libri është miku ynë më i veçantë. Sa bukur. Po, për nënorin kemi shprehur dashurinë për atë dheun, kemi dhënë informacione për 28, 29 nëntorin, poezi, këngë e tjerë. Dhe dhjetori ishte muaji më i bukur, që më ka pëlqyer mua. Dhe ishte muaji i festave dhe muaji i dashurisë, i mirësisë. Ku kemi dhënë mesazhe për të tjerë që një fjalë i bën një njerit buzëqesh. Dhe në janar? Janar kemi muajin e shëndetit, ku bëm informacion si të kujdesemi për shëndetin ton dhe bëm një aktivitet ku gatuam një ushqim të shëndetshëm, krepa. Dhe lëng frutash me portokall. Shkurti ishte muaji i mjedisit. Muaji i mjedisit ku treguam se si të kujdesemi për mjedisin dhe një mesazh që nëse kemi një mjedis pastër, kemi dhe një shëndet pastër, dhe marsi muaji i nënave dhe mësuesve,
ku aty kemi treguar poezi, këngë dhe kemi shprehur dashurinë e madhe për nënën dhe mësuesen. Sa bukur. Temat janë përveç se shumë interesante, janë edhe që këto të mësohen dhe të kenë një të ardhme më të mirë, më të shëndetshme, një mjedis të pastër, pra tema shumë të rëndësishme dhe delikate, si bëhet përzgjedhja e këtyre temave. Vërtet nuk e pat me shumë të vështirë, sepse tetori njihet për gjithëve që është muaji i letërsisë. Bëm edhe një takim me mësuese Even që kujdeset për bibliotekën. Ajo na sugjeroi pastaj me bë një intervistë, me kriju një mini bibliotekë të vogël në klasë. Kështu edhe për mujt e tjerë nënorja, shtja dheut, dhjetori. Te dhjetori do të nalesha pak kena bën një vizitë në shtëpinë e fëmijës, përveç emisionit radiofonik. Fëmijët kishin shumë dëshirë me bën një gest bamirësie. Edhe mblodhen lodrat që nuk i përdorshin më rrobat. Edhe janë kënaq. Diçka shumë e veçantë. Edhe ne jemi ndje shumë të lumtur kur pam një buzëqeshje të fëmijët dhe shpresoj që prap ta bëjmë. Kush mendon për ty se ishte i ftuari më i veçantë që keni pasur deri tani? Të tanë, po... Të gjithë, por nuk ka njërin që mund ta veçojmë? I fundit krejt në ushta. I fundit të mësuesja, Mersat Basha. Pse mendon se ishte i ftuari më i veçantë? Sepse e kemi ftuar sepse ai na merret te neve për me pastru mjedisin, për mu kujdes për mjedisin, mi dhënë një mesazh fëmijëve që mu kujdes për mjedisin, mos me hall mbeturina në tokë, dhe mendoj që i ka dhënë një mesazh tanëve që na kanë dëgjuar, dhe prandaj më pëlqen shumë. Edhe ju i keni dhënë një mesazh shumë të bukur Mirsadit, që jeni fëmijë që jeni të gatshëm gjithmonë ta ndihmoni Mirsadin. Patjetër. Gjithmonë marrim pjesë në çdo aktivitet që zhvillon. Jeni shumë të mirë. Zysha, dua të di si funksionon. Regjistrohet zëri që këta bëjnë, pra emisioni që realizojnë, intervista, si funksionon regjistrimi? Në fillim herë kriju me logon, si do t'ja vendosim emrin radios. Mundet me e thonë Gjorgja, ndoshta më mirë se sa unë, sepse ishte ideja krejt e tyre, si ta titullojmë herë radion. Vendosme tanë që Radio 5 tregon se jemi në klasa e 5, dhe kur u bë emisioni i parë, që ishte në tetor 2025. O, sa bukur. Pra lidhet pesa me vitin, lidhet edhe me klasën tuaj. Shumë e bukur. Pastaj me Smart Labin kriju me herë si mini konkurs për logon, edhe me shumicë votash edhe aty ka fitu një nxënës që e përshëndesim Artisin. Dhe ishte një logo e thjesht, atë vendosme si logo të radios. Pastaj fillu me regjistrimet e para për tetorin. Në fillim kishin ndrojtje, se mos gabonin, por i kam thënë që nuk ka asnjëherë zot gabon, por ka një zot që vjen duke u rrit. Dhe jepni gjithmonë mesazhet të mira, mesazhet të bukura për shokët tuaj edhe për shkollën. Gjorgja, ti ke qejf të bësh gazetare? Të prezantosh ndoshta në një radio? Jo. Çfarë ke qejf të bësh kur të rritesh? Këngëtare. Këngëtare. Dhe të urojmë shumë suksese që të bësh çfarë do që të duash ti. Faleminderit. Zysha, si është të punosh me fëmijët e klasës së 5? Ti ke pasur që nga klasa e parë, e di curinë e tyre, dhe si është sot të punosh me ta, sot që ata janë më të rritur? Me thonë drejtën, është viti më i bukur, prandaj dosha edhe një projekt që ti metën kujtesë fëmijëve. Edhe emisionet e para i bëmë me za, pastaj ideja ishte fëmijëve, po mësu sepse mos edhe ta regjistrojmë që të na mesin kujtesë edhe për vite tjera kur na të rritëna. Edhe prapaskejna, se i kanë qef në rujo të gabimet që të bëjmë në fund një emision me prapaskejna. Sa bukur. Dhe do mbetet gjithmonë kujtim shumë i bukur. Them se kam i një kujtim shumë i bukur. Edhe mas ditët nuk i kalojnë, po them në televizor ose në thjesht një celular, por me kërku informacion sa shumë e rëndësishme, fjala e shprehun. Unë idenë e kam u largu prej imazhit, se sot të rëndësit madhe ato po është imazhi, po mja jashtme, edhe ju theksoj gjithmonë që zani ka forcë, mundeni me fjalë, me vlerësu bukurinë tuaj, me një fjalë të ëmbël mundeni me kanë shumë më mirë se sa dikush që vlerëson vetëm pamjen e jashtme. Është e vështirë puna me brezin e sotëm? Është pak e vështirë, se këta janë brez që janë me teknologjinë shumë edhe duhet gjithmonë që mësimin me integru gjithmonë me teknologjinë për mi bë mi tërheq nga ana mësimore. Pra jo gjithmonë si brezi jonë, po thona që vetëm librat, tash do ta ndërthuash pak teknologji, pak libër, me metoda bashkëkohore, me punë grup.
Nuk është e vështirë. Nëse ke fëmijë si dërin po tjetër. Tham që puna ecë. Puna ecën. Po sa e rëndësishëm është bashkëpunimi. Unë dua në këtë rast të bëj një falënderim shumë të veçantë për drejtoreshën e shkollës, që është gjithmonë mbështetëse dhe bashkëpunuese për çdo aktivitet, për sa herë që daljet publike në media, sa herë që duam ta thrasim në emisione, është gjithmonë mbështetëse dhe dua t'i bëj një falënderim të veçantë në këtë mëngjes. Sa e rëndësishëm është bashkëpunimi mes drejtorisë dhe klasës dhe mësuesve dhe prindërve, nxënësve. Si lidhet ky bashkëpunim? Sa ndikon tek fëmijët? Me thënë drejtën, bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm, të fillu te drejtoria, pastaj te prindërit që na mbështesin gjithmonë sa herë që kanë aktivitete shkollore, edhe fëmijët, pra po pat me një trekant mësues, prind, fëmijë, gjithçka ecë marr. Drejtoreshën pastaj e kena gjithmonë pro aktiviteteve, momentin që i kena thonë për radion, e ka vlerësu shumë, edhe tha që do t'jetë diçka shumë e bukur. Po me prindrit? Si është bashkëpunimi me prindrit? Si e kanë pritur prindrit e klasës? Shumë të kënaqur. Me thënë drejtën, kur i shohin mas diteve që këta janë duke kërkuar në Google informacion se mënyrën se si me thon kuriozitetin apo quizin apo kuriozitetet e ndryshme. Edhe në makinë kur për shembull dhe radion që i qisim në YouTube, dhe radion ton ku një gjë dhe mami kom supermen. A sa bukur. Çfarë të ka bërë, ose çfarë jeti më kurioze dhe çfarë kërkon më shumë kuriozitete që të thuash ti më pas tek radioja? Ose në muajin tetor për shembull, ku je përqendruar ose dedikuar më shumë? Një libër që ka qenë muaji i librit, një libër që më ka pas pëlqyer shumë kur e kam lexuar, është libri i Zemra, dhe aty tregonte për se si ka qenë një klasë, si është mësu fëmia një klasë në kohën e kaluar, dhe tregon për që mos me gjyku fëmijë që nuk lexojnë, nuk mësojnë, ose nuk mundet me bë se si ç'a bën një fëmijë tjetër, por gjithmonë mi dhan një konfidencë fëmijës, për mi thonë ti mundesh me ja dal, ti mundesh me bë, dhe fëmia mundet me bë gjithmonë kur ti jep një pra mos t'i gjykojmë fëmijët, por t'i mbështesim në çdo rast. Ky është mesazhi që kemi përsëllur nga muaji tetor. Edhe me lexuar sa më shumë libra. Dhe të lexojmë sa më shumë libra, ky është një mesazh edhe më i bukur që fëmijët të i harrojnë pak librat, dhe i ardhur nga një fëmijë kaq i vogël dhe i bukur është gjithmonë edhe më i veçantë. Sa emocionuar je ti që je pjesë e kësaj radios? Emocionet dhe përjetimet personale, sepse nesër për ty do të jenë në memorien tënde gjithmonë këto emocione. Emocione nuk kam shumë, por kur unë për shembull prezantoj radion ose jap informacione të tjerë, unë me zi pres që të tregohet kjo video dhe që ta dëgjojnë të gjithë, sepse marrin mesazhe i secili muaj, marrin mesazhe dhe mësojnë sa më shumë, dhe unë vetë më pëlqen tema e radios sepse ndjem shumë mirë. A ju ka ndihmuar që të afroheni dhe të bashkoheni më shumë me njëri tjetrin? Po, bashkëpunojmë, lajmë radhën tjetrit, ndihmojmë, edhe thojmë, për shembull kur dikush harron me bën një pjesë, thojmë, e ke ti, vazhdo, edhe më pëlqen shumë, se kena filluar të bashku të tanë bashkë edhe. Është i rëndësishëm bashkëpunimi në çdo aktivitet, si mendon ti? Po, është shumë i rëndësishëm sepse edhe na del mirë emisioni që na të bën, na del saktë mirë, sepse ne kena bashkëpunu gjithë, edhe del, nuk di si me thënë, del super, nëse gjithë bashkëpunojmë. Do të bëjmë një pyetje tashmë ty për mësuesen. Unë besoj që jeni me shumë fat që keni një mësuese të tillë. Shumë fat, edhe unë po mërzitëm se të pak do mbarosh. Sa e rëndësishme është që jeni mbështetur nga mësuesja juaj gjithmonë? Unë jam shumë e lumtur që mësuesja na ka mbështetur, na ka dhënë një konfidencë që ne të vazhdojmë gjithmonë, dhe shpresoj që mësuesjet ketë shumë dorë me ne, sepse jena pa klasë që nuk e dëgjojmë shumë mësuesen, por jam shumë falënderuese që kam një mësuese si mësuese Nirvana. Sa e mirë që është. Po ti mësuese, një mesazh për këta bukuroshët tuaj, se është tashmë do të tuaj, se këto më shumë rrinë se këti, se sa po.
Do t'i uroja me shumë zemër, fat, suksese në çdo hap që i hedhin. Jam shumë krenare për ta dhe i përshëndes gjithë pa përjashtim, pavarësisht se sot i kishim mundësitë me thirr vetëm Gjorgje. Kemi vetëm një person. Dua nga ti në fund një thirrje të bukur për të gjithë bashkëmoshatarët tuaj. Atëherë, sot është koha e rrjeteve sociale dhe shumë fëmijë përkushton më shumë në pajisje elektronike dhe nuk duan me ditë hiç ashtu në jashtë dhe dua që më mirë të migjojnë një radio sociale si e jona, se sa me migju gjëra që s'kan fare lidhje në për telefona e pajisje elektronike. Ku mund të dëgjojmë radion? Në YouTube, në kanalin Dëshmorët e Prishtinës, janë publikuar deri tani 4 emisione që kena bë, i tetorit, nëntorit, dhetorit, janarit, edhe të shkurtit, këto ditë sonte ndoshta e publikojmë. Gjorgja, një thirrje për të dëgjuar të gjithë bashkëmoshatarët radio? Në makinë, siç e the përpara? Në makinë, ju lutem dëgjoni radion tonë sepse janë super. Do merrni dhe informacione? Dhe lajme nga jeta jonë shkollore. O, sa bukur. Dhe muzikë, lojra dhe humor, gjitha. Gjorgja mundet me kënu edhe këngën që kena bë pas stafet për Radio 5. Wow, sa bukur do ishte. Mund të na e këndosh? A munde me ta vu vjen melodike? Dizeni radion edhe dëgjoni nga Radio 5. Ju mos u largoni, programe të bukura ju do dëgjoni nga vendi e bota, çdo gjë do mësoni. Radio 5, Radio 5, zëri ju fort këndon, klasa jon sot këndon, dhe ky ritëm na bashkon. Radio 5, Radio 5, zëri ju fort këndon, klasa jon sot këndon, dhe ky ritëm na bashkon. Sa e mirë je, Gjorgja. Faleminderit shumë për këtë këngë të bukur. Kush e ka krijuar këngën? Klasa jonë me gjithë mësuesen, tekstin e kemi bënë dhe muzikën e ka bë mësusja jonë e muzikë, mësuese Lulka. Lulka Mërkule që e përshëndesim. Lulka është një mike e emisionit. E përshëndesim shumë edhe Lulkën dhe ju falenderoj shumë që të dyjave që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit shumë dhe jam shumë e lumtur që kam mësues kaq të përkushtuar si ti. Faleminderit e dashur që porrisni një brez kaq të mirë. Të falenderoj. Bukuroshe, faleminderit shumë. Faleminderit juve që je gjithmonë e mirëpritur në emisionin tim, edhe për të lançuar ndoshta ndonjë këngë që do të sjellim ose për të qenë pjesë e emisionit kurdo që ti të kesh dëshirë. Faleminderit. Të falenderoj edhe unë ty. Faleminderit dhe të gjithëve ju që ishit me ne deri në këto momente. Takimi radhës së bashku nesër.